I uroj gjithë besimtarve të qarkut të Shkodrës, uruar Pashkët, këtë ditë të rilindjes, të ringjalljes. I uroj paqë, harmoni në familjet e tyre dhe të letë shërbej kjo dritë e kësaj rilindjeje shpirtërore si një mundësi dhe si lajtmotiv i punës sonë të gjithë së bashku me rritë shpresen edhe bashkëpunimin për begatin edhe harmonizimin dhe vlerat e punët e mira të qarkut Shkodër. Gëzuar dhe një herë me dashuri dhe me mirësi për qarkun tonë. Në këtë ditë shënuar i urojmë gjithë besimtarë ortodoks, gëzuar Pashkët, qofshin e ditë mirësie, gëzimi dhe paqe në gjithë familjet tuaja. Gëzuar. Në këtë ditë Pashke të shenjtë dua t'i drejtojmë të gjithë besimtarëve të krishterë për t'i uruar Pashkë gëzuara, të lumtura, plot bekime. Dua t'i them që Pashkët përcjellin një simbol të fuqishëm të ringjalljes, jo vetëm në kuptimin shpirtëror, por edhe në rrafshin e jetës përditshme dhe të jetës sociale, por edhe për situatën që kalojmë ne si kombë. Ato na kujtojnë vazhdimisht që pas sakrificës, pas së keqes, duke luftuar, vjen drita, vjen shpresa, vjen jeta. Për shumë vjet, festën e Pashkëve dua të uroj të gjithë besimtarët ortodoks e katolik, kudo që janë, gëzuar dhe për shumë vjet festën e Pashkëve. Kjo fest sjell në familjet e tyre paqe e harmoni. Do dosha të uroja gëzuar Pashkë gjithë besimtarët krishterë. Shpresoj që në këtë ditë të shenjtë të ringjalljes të filloj edhe dita e pritshme e ringjalljes politike.